Unë e kam shikuar debatin e djeshëm edhe nuk e kuptoj se si Shpejtim Bulliqi e përmend emrin tim dhe pse, për shkak se unë nuk jam kandidat për kryetar komune edhe nuk pretendoj asnjë pozicion politik. Vllau im është invalid. Dhe mashtrimi ai ka qenë Ku ka qenë invalid? Ku invalid? Çfarë invalidi? Ti e paftyrë më. Invalid në Kolliqa? Vllau im është invalid i luftës. Gjatë kohës luftës unë kom qenë 14 vjeçar dhe jam plagosur në Kolliq, jam plagosur edhe familja ime, baba, nona dhe motra, gjithashtu edhe vllau im është vrarë aty. Pas 4 ditëve, pa marrë ndihmë të parë, unë e kom vozit traktorin prej Kolliqit deri në Prishtinë për me i pështu familjen time. Dhe nuk e kam të qartë se si munduhet Shpejtim Bulliqi ta mohoj këtë fakt. Unë kam prit shumë që krimet e luftës në Kosovë ti prezentojmë para shtetit serb dhe nuk e kam besuar që pas luftës na vje puna që ti prezentojmë para ne kryetarit komunës ato krime. Është përkeqardhje qysh një kryetari komunës realisht sulmon për shembull mua si vëlla e kundër kandidatit tij, personalisht, familjarisht, qysh duhet një kryetarit komunës me vërtetu krimet e luftës Serbisë me fotografi. Unë nuk jam kundër kandidatit tij, jam vëllai kundër kandidatit. Personalisht nuk kemi asgjë mes veti, por sjellja e tij në debat ka qenë shumë e ulët. Edhe mendoj që nuk i bën mirë asnjë kryetarit komunës, domethënë me sulmu në atë mënyrë që për një përfitim votash, domethënë të njollos familjet e dëshmorëve, të njollos familjet e invalidëve të luftës. Me rastin fjalë, për shembull, në zonën ku ai thotë se hajtë në Kolliq ka ndodhur. Invalid në Kolliqa? Invalid në Kolliqa? Aty kemi 228 martir, kemi shumë të plagosur, me dhjetra të plagosur, dhe një farforme i përqesh dhe mënyrën më të tolt i trajton të gjitha ato familje që kanë mësuar në ato tragjedie.